Thot përshëndetje Goni për ty dhe gjithë dëgjuesit. Respekt Sami Pytyqi, jam duke lexuar në portal kë Radio Yjet faqja zyrtare dhe respekt Sami Pytyqi, shumë i mirësar edhe të në telefonata +45 në 168 525. Tani jam në inkuadrim edhe tek TikToku Ramadan Mitreka, ku dhe kam një inkuadrues nga Prishtina, Luani, por kam edhe Shmekin e gjithsesi bashkëpunëtori im, kolegu i mirë fill pa Ramadan Hamid Rejka. Respekte. Vazhdoni i nderuar, lutem. Kjo si stili im për zemrë, respekt për zemrë në zemra. Mirë. Po. Një këto bishtat poshtë dhe këta. I ktheni kështu dhe veç kështu. Me dhe mirë. Kalojmë tash tek miku këtu, tek kolegu, shikoj se ka me shkruan Ramadani këtu në shkrim, thot Goni duke na ndjekur edhe të tjerët, pra, që kanë edhe Adia, faktikisht duke na ndjekur, Gjelozja, Robi, një tani bëhet fjalë edhe për formën e TikTokut që na ndjekur tek lajti Ramadan Rekës, të gjithë pra ju dëshiroj përshëndetje dhe mirëseardhje tek stafi jon, pra Bajrami, Robi, Joni, Aslani e shumë të tjerë, pra gjithë për i të mirëseardhur në bashkëdim me neve mes lajtit TikTok të Ramadan Mitrekës, tek Radio Yjet, pra që jemi së drejti në emision sontëm. Vazhdojmë akoma me juve, Luan, Ramadan apo Shmeki? Me Shmekin si këshe përshëndet shokët për shembull me Eko, Shmeki. Di çka është Eko? Shmekin e kena zonë. Po mirë, Shmeki nuk flet, ne nuk presim gjatë sepse jemi në emision së drejti në medium, dhe tani japim fjalën, kaloj mikrofonin prapë tek Ramadan Hamid Rejka, ku dhe donte diçfarë të inicioj, të startoj me zërin e tij kumbues, me ndonjë poezi apo këngë, e din vetë se si shkon radha tek emisioni në medium. Të lejohet poezia dhe unë e këshërit. Patjetër, të gjithëve. Ramadan, je këtu? Dhe Dani. Zemram qanë o shok të mi, sot dhe ndjeva në lajmë të ri, ne për dhokë nau gjithë njësmi, gjithë zemrat nau kanë gri, qka po ndodhë asë veç beti, qka po ndodhë o shok të mi, o me gajtë me lot me sy, a kanë zemër shpirtja ban, si e gjujnës minder lokan ton, o, Zoti madhe do të na i denon. O kur u dha ky lajm radi, edhe zemrat na kanë ngri, s'pas ka gjoma kiamet, fëmia i vogël për llok me u gjit, pasha Zotin jem tu gabue, kiametin au ka prue, nuk po tim se jem tu jetue, o, Zoti madhe ti me na rue. Ani nuk ka gjo, o maj kiamete, fëmia i vogël unë për llok me u gjete, kur shkun ata për llokun me shkarkue, ka për i kise fëmia nuk ka gjue, shpete kanë shkue, dhe do gëtorat ka me kontrolue, e ponës mia, oj nu me jetë kishë ndrue, ta në analizat dole me jam marue.
se kushe pan s'ka gjue, a jeme në vllazër shok, a jeme trajnue, qysh mërës mijet na ashtu me gjue, i modhi zot, dhurat e ta ka gjue, dispotir dhuratat me i rue, nesër ky me lyp, zoti s'ko me que, more edhe me një shteti, i ki me u denue. Bravo Dani, bravo, je fantastik Dani. Poja, faleminderit shumë, me të vërtet, ta pa teksta. Dëgjoj Dani si po dëgjohesh. Pra mi së dashur, ta dini se jeni medium dhe jeni të inqizuar, do thotë, mediumi shkon live, por çdo fjalë që flitet është edhe inqizuar, ashtu që të kemi edhe kujdes kur bashkësidojmë nga fjala dhe nuk kemi vetëm TikTok. Dhe Dani dëgjove sa bukur ke këmbuar. Faleminderit, megjithëse ti që unë si ka ma shkru më sa si po i qesha që për atë, si më cava ki të shka minere, ku kopra për rastin e sotit. Pra ky live që sonte po shkojmë në këto orët e vona janë mirë, por janë edhe orët e ditës që do shikohen nga portali mediatik 24 orë në portale tjera, dhe do ishte mirë që çdo mesazh juaj të këmboj bukur, parasysh ta ketë atë estetikën, ngjyrën e bukur